kur u taku me Salman Farisin. Çka kërkoi pe Salman Farisi? Tha, jepna një mendim, tha. Me hap një hendek. E dha mendimin i din, me njëherë ja pranoi i din. Na me bom ja dhon një hoxhë sot, për shemb një ide, trosbeç aty ç'a din ti. Do hole burr kush je ti? Unë jam shkencëtar, ne jam di gjithçka. Prandaj më kujtohet e thonja e famshme këtij filozofi të di një gjë që s'di asgjë. Njëri sa më shumë din, çash më shumë bëhet i thjesht. Çash më shumë bëhet do të më bëm e rendit është ashtu. E rendit është ashtu. Sa më shumë din, aq më modest është, aq më i thjesht është, aq më i kulturuar është, aq më i dashur me njerëzit është. A kupton? Kurse te na ndodhe kundërta. Sa më shumë mëson, fillon më bëm arrogant. Por kalliri ose kallamuçi, që s'ka kokra, ai gjithë e marr kryet për pjetë. Kurse ai që është i mbushur me kokra marr kokën poshtë. Edhe gjithmonë është një zmet njerëzimit. Un kam dikun pa levdata po flasim, kam dikun rreth 20 vite në shërbim